Por ndërkohë kemi pam të dy, le themi, figurat kryesore, qoftë Berishën dhe Ramën, të fluturojnë drejt Italisë, shumë afër duhet të njëri tjetrit, se Brescia dhe Milano janë shumë afër, kështu që të dy natyrisht duke kërkuar votën e diasporës, që me sa duket vazhdon ngelet një faktor ende me shumë të panjohura, sepse të shohim se kudo janë më shumë se 200.000 vota që kërkohet të merren edhe nga gjitha partitë. Fushata është duket më shumë intensive për diasporën ende se sa në Shqipëri. Dy liderë kryesorë po zgjedhin të shkojnë shpesh, të udhëtojnë shpesh jashtë vendit për takime me qytetarët. Zoti Rama edhe në Itali premtoi pasaportën europiane, ku sipas tij në këtë mënyrë shtetasit shqiptar që jetojnë në Itali do të ndihen më të barabartë me italianët. Nga ana tjetër, kandidati për kryeministër zoti Berisha kërkoi votën sipas tij për përmbysjen e një regjimi diktatorial të kryeministrit dhe nga ana tjetër thekson dhe faktin zoti Berisha se kryeministrit janë mbyll dyert e Europës dhe nuk shkohet përpara në integrim në Bashkimin Evropian me zotin Rama, por duhet Partia Demokratike të votohet që ne të integrohemi sa më shpejt. Te njëjta retorikë, ku Rama thotë që jam unë më i miri dhe u çoj unë Shqipërinë përpara, ndërkohë Berisha thotë që jam unë më i miri dhe unë mund të arrit të integroj Shqipërinë, duke marrë në shembull edhe çfarë ka ndodhur në qeverisin e tij, liberalizimi i vizave dhe integrimi në NATO. Dhe kjo vjen bazë vizitës së Berishës në Strasburg më herët apo jo? Po, zoti Berisha ka pas vizitë të hënë në Strasburg, ku ka pas takime të rëndësishme, mund të themi, me grupin parlamentar të Partisë Popullore Europiane, ku ka bërë pasyrën e Shqipërisë se si duhet europianët ta shohin sipas tij, ku vetëm të zeza kishte në fjalimin e zotit Berisha për të treguar që situata në Shqipëri është shumë keq, dhe nga ty thot zoti Berisha ka marrë edhe një lajm që kryeministrit i është mbyll një derë, i është mohuar një darkë apo i është anuluar një darkë e rëndësishme për shkak të sjelljes së tij, dhe sipas zotit Berisha ky është një vendim ose një fakt shumë i rëndësishëm që zoti Rama tashmë nuk është më i mirëpritur në dyert e Bashkimit Evropian dhe ndaj duhet dhe të ndryshojë qeverisja. Ndërkohë, shqiptarët që u bashkuan mitingjeve të Partisë Socialiste dhe Demokratike në Itali, konkretisht Milano dhe Brescia, po presin tani zarfet që të vinë nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve në mënyrë që të votojnë dhe vota e tyre të vijnë nëpërmjet postës në Shqipëri. Në cilën pikë është ky proces i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve? Zarfet janë gati, pritet që të grumbullohen edhe një pjesë e madhe e zarfeve janë gati, janë të paketuar tashmë dhe pritet që gjatë kësaj jave të nisen drejt gjithë botës ku shqiptarët kanë kërkuar të drejtën për të votuar, do të shkojnë në derën e çdo kujt dhe në dorën e çdo kujt që ka kërkuar të votojë. Nuk mund të posta është e detyruar që të takoj personalisht çdo person i cili ka kërkuar të votojë, nuk mund të dërgohet zarfi te kutia postare, pasi është s'ka që lehtë që ti të çosh 240.000 zarfe tek secili individ në të gjithë botën për periudhë kaq shkurtër kohore. Po duhet të shpërndar në të gjithë botën, është postë ndërkombëtare e cila vepron në 4 anë të botës dhe ka marrë përsipër që të arrijë të dërgojë dhe të sa vota do vinë nga aq sa janë regjistruar, pra nëse janë regjistruar 240.000, sa mund të jetë një target? Nëse marrim shembull Kosovën që është vendi më i afërt te ne, aty regjistrohen më shumë se 100.000, po asnjëherë nuk votojnë aq, votojnë rreth 40-50%. Dhe do të shohim në këto zgjedhje nëse vërtet të gjithë 240.000 shqiptarët që kanë kërkuar të drejtën e votës, a do ta ushtrojnë atë, apo thjesht një pjesë e madhe e tyre kanë dashur edhe për të testuar KQZ nëse në ishuj të largët do vi dot zarfi nga Shqipëria apo jo. Edhe kjo mund të jetë. Dhe që kujtojmë që ata e nisin votimin më herët se sa ne, apo jo, në mënyrë që pastaj ata e nisin në momentin që u shkon zarfi në banesën e tyre, kanë 3 ditë afat për të menduar dhe për të ushtruar të drejtën e tyre të votës, e më pas për të njoftuar postën që posta të marrë zarfin dhe ta dërgojnë në Shqipëri, dhe duhet që pastaj mblidhen të gjitha mblidhen të gjitha, duhet të vinë deri në orën 19 të prekin territorin e Shqipërisë
në orën 19 të datës të ditës së zgjedhjeve. Do të grumbullohen në Parkun Olimpik ku procesi është i monitoruar 24 orë nga kamrat edhe në këto momente, që nga momenti i nisjes së paketimit të zarfeve, pavarësisht vendit se nga vinë, zarfet do të grumbullohen në qarqet nga qytetarët kanë pasur vendbanimin e fundit para se të largohen nga Shqipëria dhe paralelisht me nisjen e numërimit të votave të qytetarëve që kanë votuar brenda territorit, edhe do të numërohen dhe votat e qytetarëve që jetojnë jashtë vendit. Okej.